E shikues të dashur, u rikthyem përsëri në studio. Ju tregova edhe më herët për temën cilën do të diskutojmë. Ne në studio e kemi Jeta Tela nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe pra do të flasim për platformën elektronike paviza.eu, në të cilën do të informohemi për udhëtimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian, drejt Evropës dhe për programin EES që ka nisur të aplikohet qysh nga data 12 tetor. Çka ka risi, çka duhet me ditë dhe çka mund, cilat janë informatat që mundemi me i qoftë për udhëtimet të cilat mund të bëjmë me mjetet të transportit pra të ndryshme, me mjetet udhëtimit të ndryshme, siç është me makinë, me autobus, apo ndoshta edhe me aeroplan. Gjitha këto detaje do t'i ndajmë tash përmes bisedës. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën dhe për mundësinë e dhënë që sot bashkëbisedojmë pikërisht për lancimin 2 ditë më parë të faqes pa viza, e cila është në kuadër të fushatës së vazhdueshme që ne si Ministri e Punëve të Brendshme e bëjmë për të informuar qytetarët për rregullat, për njoftimet e reja sa i përket udhëtimit të rregullt dhe të sigurt në vendet e Bashkimit Evropian, dhe ashtu siç e njoftove edhe te në këtë hyrje të emisionit, ajo çfarë është e re tani dhe ne që e kemi pasi të rëndësishme që të njoftohen qytetarët në vazhdimsi, është edhe lancimi nga vetë BE-ja i sistemit EES, që është Entry-Exit System, që është një sistem elektronik për regjistrimin e hyrjeve dhe daljeve të qytetarëve të cilët udhëtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian, dhe ky ka filluar si sistem të zbatohet që nga data 12 tetor, pra është e rëndësishme për qytetarët të dinë për planifikim më të mirë të udhëtimeve, për planifikim me kohë, sepse për herë të parë, natyrisht do të mirret pak më shumë kohë, çka nënkupton ky sistem i ri, do të thotë qytetarët tani kur të shkojnë për herë të parë në një vend të Bashkimit Evropian pas kësaj date 12 tetor, do t'ju merren shenjat e kishtërrenjve, do të fotografohen, pra do të ketë pak më shumë kohë, ndërsa qëllimi është që në të ardhmen kjo të shtrihet në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, në të gjithë kufijt edhe ata toksor, dhe faktikisht qëllimi i kësaj është që të kemi kufi më të sigurt Evropa, po njëkohësisht të bëj edhe lehtësimin e qarkullimit, sepse më vonë kur do të ketë një regjistrim dhe kjo do të jetë më e implementuar në tërësi, atëherë qytetarët do të përdoren pajisje ku vetë do të vendosin dokumentin e udhëtimit, do të fotografohen dhe do të ketë një qarkullim më të lehtë, po natyrisht ajo çfarë është e rëndësishme të përmendet që këto të dhëna do të ruhen për një periudhë për shembull 3 vjeçare, por nëse ka ndryshime të dokumentet, atëherë ato regjistrohen prapë në sistem. Pra kjo po bëhet fjalë vetëm tek pjesa e aeroporteve apo në secilin pikë kufitare ku i kemi pra përfshi edhe këto toksore? Po, siç e përmenda, do të thotë nga 12 tetori ka filluar zbatimi në shumicën e vendeve të BE-s. Po gradualisht ajo do të bëhet në të gjitha vendet dhe kryesisht ose nëpër aeroporte, mirë po, padyshim po, ajo do të zbatohet edhe mandej në kufit toksor, që nënkupton që do të regjistrohen udhëtarët që udhëtojnë në vendet e BE-s me makina apo me mjete tjera. Deri tash çysh ka shku ky proces? A keni pas mundësi me i pas to informata? A ka pas ndoshta probleme nga qytetarët ose pakënaqësi prej tyre? Kam fjalë për qytetarët kosovar. Ne e kemi bërë edhe një lancim përmes webfaqes sonë zyrtare edhe para datës së 12, dhe natyrisht për me njoftu qytetarët që ka hyrë ky sistem në funksion në vendet e BE-s. Nga ajo çfarë kemi kuptuar deri tani, qoftë përmes bashkëpunimit që kemi me vendet e ndryshme të BE-s edhe me policinë kufitare, nuk kemi shqetësime të pranuara nga anët e qytetarëve, mirë po, kjo është edhe një mekanizëm shtesë që ne t'i njoftojmë në vazhdimsi, duke marrë që tani parasysh që janë edhe festat e fundvitit dhe mund të ketë edhe udhëtime më të shumta turistike në vendet e Bashkimit Evropian, dhe për këtë arsye ne do të thotë në vazhdimsi do t'i njoftojmë me çfarë do rregulla të reja. Mirë, po kjo është pjesë
e fushatës që përgjithshme që ne si Ministri e Punëve të Brendshme bëjmë sa i përket udhëtimit të qytetarëve tonë pa viza, do të thotë fushata ka filluar qysh kur ka filluar liberalizimi i vizave dhe mund të them se përgjithsisht liberalizimi i vizave apo menaxhimi i liberalizimit të vizave në përgjithësi ka shkuar shumë mirë. Natyrisht që qytetarët tashmë udhtojnë lirshëm për vizita turistike, për vizita të shkurtra familjare, për evente kulturore, sportive dhe përgjithsisht nga edhe studimet që janë bërë nga UNDP-a për shembull, 95% të qytetarëve tonë e kanë kuptuar drejt se çfarë nënkupton liberalizimi i vizave. Por ne kemi obligim që edhe përmes mekanizmave që kemi krijuar, sikurse që është mekanizmi i paralajmërimit të hershëm, të monitorojmë në vazhdimsi këtë proces, në mënyrë që të evitojmë çfarë do parregullësie apo nëse shohim se ka nevojë për informacione të shtesë për qytetarët, ja ofrojmë ato udhëzime. Po, unë po qëndroj edhe pak te ESA-ja. Do të thotë herën e parë do t'ju marrë qytetarëve pak ma tepër kohë, në fakt që për këtë arsye është bërë edhe njoftim edhe ma herët me i paralajmëru që tash do t'i nështruani një sisteme të ri, e herën tjetër kur të thojmë për shembull për herë të dytë, të tretë, do ta kenë ma thjesht ma të lehtë përmes shenjave të gishtrimeve apo jo? Po, patjetër, do të thotë herën e parë është kjo, sepse në atë kohë mirën këto të dhëna dhe mandej përmes sistemit elektronik do të vazhdojnë të qarkullojnë më lehtë. Deri tash pas ka shku shumë mirë, edhe besoj që qytetarët janë ma të kënaqur edhe ma të lumtur edhe sa i përket gjatë këtij viti kur kemi udhëtu pa viza, edhe nuk është faqe asnjë parregullsi, po a ka pas për atyre të cilët e kanë shkel ndoshta këtë 90 ditëshën e udhëtimeve apo sa është e lejuar deri më tani? Mirë që e përmendë, se pikrisht edhe sistemi vetë Entry-Exit System e ka për qëllim për me parandalu edhe qëndrimin mbi 90 ditë, sepse kur është një makinë elektronike, nënkupton që ajo vetë do t'i llogaritë për ditët e qëndrimit në një vend të BE-s dhe do të pamundsoj në të ardhmen edhe vetë njerëzit nuk do të mund të hyjnë nëse kanë kaluar këtë afat 90 ditor dhe një prej arsyeve është edhe kjo dhe parashihet që dikun në prill të vitit 2026 vulat manuale mandej do të thotë të evitohen tërësisht. Por ne në këtë vetë faqen pa viza e kemi bërë edhe këtë kalkulatorin që qytetarët mund ta përdorin në mënyrë që të llogarisin varësisht kur kanë shku, sa ditë ka qëndru, të llogarisin edhe ditët në mënyrë që të evitojnë që edhe pa dashje të jenë subjekti ndalesës së hyrjes në vend të BE-s për shkak që e kanë kaluar 90 ditë që nga 180 ditë sa është para po. Nga statistikat të cilët ne i pranojmë, numri i refuzimeve apo i tejkalimeve të 90 ditëshit është shumë i ulët, është dikon 340, një shifër tani që e pranova, që nuk ju është ndaluar, ju është ndaluar hyrja për shkak që e kanë tejkaluar 90 ditëshin, po thjesht janë shifra që nuk janë. Kryesisht për çka e përdorin, do të thotë për familjarë, po dhe për udhëtime të tjera, për eventet ndryshme? Po, liberalizimi i vizave është t'ju mundsoj qytetarëve që të udhtojnë për vizita afashkurtra, për vizita turistike, për, siç e përmenda, evente kulturore, festivale të ndryshme, evente sportive, qëllime biznisore, vizita të shkurtra biznisore, kurse ka mënyra të tjera pastaj për qëndrime të rregullta në shtetet e BE-s, pra liberalizimi i vizave nuk në kupton për punësim apo për vizita studimore. Këto dy kategori kanë rregullat të tjera, natyrisht që qytetarët mund të shkojnë. Është kuptu, e përmenda, mbi 95% tregohet që është kuptuar drejt, sepse për qëllime të studimit njerëzit, studentët duhet të aplikojnë për leje apo leje qëndrim për qëllime studimin, për punësim për leje pune dhe leje qëndrim për qëllim punësimi. Do të thotë janë kategori të tjera se ka rregulla nga secili vend pritës, rregulla se si duhet të qëndroj për këto dy kategori, por që janë mundësi të tjera që duhet të respektohen. Numri atyre të cilët kërkojnë ndoshta azil në vende të tjera ose që kërkojnë me punu?
Ne, si që përmenda, që kur e kemi fillu edhe zbatimin, kur ka fillu liberalizimi vizave, në mënyrë që të përcjellim edhe trendet se si po ndikon kjo, e kemi themeluar mekanizmin e paralajmërimit të hershëm që funksionon në kuadër edhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, po ka edhe institucioneve të tjera, përfshi edhe partnerët tonë ndërkombëtar. Dhe natyrisht monitorojmë edhe të dhënat apo statistikat sa i përket kërkesave për azil nga shtetasit tonë në vendet të ndryshme të BE-s apo për mbrojtje ndërkombëtare. Shifrat janë të vogla, megjithatë ne kemi për obligim dhe në dakordim edhe me vendet e Bashkimit Evropian që të bëjmë fushat të vazhdueshme për këtë, në mënyrë që në vazhdimsi të njoftojmë sepse Republika e Kosovës apo vendi ynë është në listën e vendeve të sigurta. Çka do të thotë kjo? Që qytetarët të cilët mund të aplikojnë, do të aplikojnë për azil, do të refuzohen automatikisht sepse ne jemi vend i sigurt dhe për këtë arsye jemi në listën e vendeve të sigurta dhe nuk do të miratohen kërkesat për azil. Çka nënkupton kjo më pastaj është që natyrisht me qenë se ne kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, kemi marrëveshje të ripranimit, nënkupton që ata do të kthehen dhe ne kemi bashkëpunim në këtë aspekt për t'i kthyer më pas në vend, mirë po do të kenë ndalesa për të thuar mandej në vendet e Bashkimit Evropian nëse e kësh përdorin këtë. Çka ka tjetër në web faqet, cilat janë informatat e tjera cilat qytetarët mundën me i marrë në web faqen paviza.eu, se po vrehet që ka informata të shumta edhe besoj që deri tash ju kanë ndihmu shumë për ata të cilët kanë dashur me udhëtu drejt Bashkimit Evropian. Po, do të thotë fillimisht e kemi listën kontrolluese. Të prirur ose të shkruajmë në rrjetet sociale ose me pyet dikë që vetë sa ka udhëtu, kur në fakt e kemi një web faqe e cila të informon sakt drejt dhe krejt qartë, madje edhe kalkulatorit që ka me t'i kalkulu ditët. Po, e kemi pa shumë të nevojshme këtë edhe në tryeza diskutimet që mbahen edhe në nivel lokal është pasi e nevojshme se çfarë bëjmë që mos ta te kalojnë këtë 90 ditëshin pa qëllim, si t'i llogarisim ditët e të tjerë dhe natyrisht kjo është arsyeja pse ne i avancojmë në vazhdimsi fushatën informuese, do thotë do të ka informata për sistemin entry-exit, por po ashtu edhe për të gjitha dokumentat e nevojshme që qytetarët ju nevojiten si një listë kontrolluese që qytetarëve ju nevojitet para se të udhtojnë për në vendet e Bashkimit. Edhe një listë kontrolluese? Po, që nënkupton duhet të keni dokument valid, duhet të keni bilet të udhtimit, duhet të keni sigurim, është një listë që duhet qytetari mund ta shikoj paraprakesh në mënyrë që të udhtoj. Por, duhet ta theksoj se edhe në aeroportin e Prishtinës ne kemi trajnuar edhe zyrtarët policor kufitar, në mënyrë që në të rast se ata e shohin që ndonjë prej qytetarëve, për shembull i ka kaluar, nuk e ka 3 muajshin që kërkohet nga vendet e Bashkimit Evropian të jetë valid dokumenta, njoftojnë qysh këtu, në mënyrë që të mos përballesh me ndalesë nga vendi ku është destinacion. Me EES të moshuarit, do ta kenë më atletë më të vështirë, sepse ka raste ndoshta edhe kur udhtojnë edhe vetëm apo ndihmohen edhe nga të tjerët pastaj edhe te pika kufit. Po, unë besoj që vendet e Bashkimit Evropian i kanë menduar edhe këto sepse kjo këto pjesë dhe unë besoj që në disa raste do të mund të ketë asistencë, siç ka asistencë për udhtim në përgjithësi, po besoj që thjesht do të jetë një proces edhe varësisht në të cilat pengesa dalin, do të vendosen masa për t'i ndihmu, sepse qëllimi është për t'ju lehtësuar qytetarëve të udhtojnë pa viza. Dihet për udhtimet e tjera, tash në fakt Holanda është përzgjedhur si vendi më i sigurt në vitin 2026, turistët janë ndje aty, dihen vendet ku udhtojnë më tepër qytetarët? Ka vendet të ndryshme, siç dihet, ne kemi një diasporë shumë të madhe në Zvicër, në Gjermani, në Francë, po kryesisht Gjermania, Zvicra janë vendet ku udhtojnë shumë dhe kemi pa që qysh është bërë liberalizimi i vizave, do të thotë ka shkëmbim, në një kohë kanë ardhur kryesisht mërgjimtarët e na, tash shumë mirë është mundësu që edhe nga Kosova të shkojnë të vizitojnë dhe të kthehen. Patjetër. Uroj që të ketë sa më shumë udhtime, uroj që të
që shërbej pastaj edhe në anën tjetër edhe profesionale për edhe personale. Është shumë kënaqësi edhe për ne qytetarë që u thojmë tash edhe më pak kemi pengesa, e kemi pak më të lehtë edhe informimin shumë të lehtë në fakt për me i marrë krejt informatat, por në anën tjetër edhe jemi më të lirë, nuk ka nevojë as për pritje gjata, as për dokumente shtesë të cilat i bënim kështu derisa kemi shku në ambasada të ndryshme. Tash e kemi shumë të lehtë udhëtimin edhe shumë kënaqësi për neve, edhe shumë kënaqësi që ju pata po ashtu në studio. Faleminderit shumë për informatat edhe për kohën, ju përgëzoj edhe për punën cilën ju e bëni. Faleminderit shumë edhe për ftesën edhe ju uroj një ditë të mbarë të gjithëve. Faleminderit shumë.